Janë 2.5 milion euro që shpenzohen nga Bashkia e Durrësit për menaxhimin e mbetjeve urbane. Më shumë se 8 milion euro janë dhënë nga buxheti i shtetit shqiptar për vitin 2025 për menaxhimin e mbetjeve. Nga ky fond që kanë përfituar 36 bashki, pjesën më të madhe, prej 2.5 milion euro, e ka marrë Bashkia e Qytetit Bregdetar, por dukshëm qyteti ka probleme me menaxhimin e mbetjeve urbane. Një vëzhgim i bërë nga Adrianet Televizion në lagje të ndryshme të qytetit tregohet kjo problematik. Mbetje që të rriqen sipas parashikimit, pa marrë parasysh faktin se kontenierët mbushen më shpejt dhe dukshëm ka nevojë për një riorganizim të procesit. Me kapën tonë jemi ndalur në lagje me numër 15 dhe 18 të qytetit. Pamjet që shihen në ekran tregojnë se si mbetjet urbane, pasi të mbushen kontenierët, u vihet flaka. Papërgjegjshmëria qytetare tregon këtë situatë, por përballë saj nuk ka asnjë reagim institucional. Nuk është hera e parë që shihen këto pamje në rrugët e qytetit, tym që çliron gazra në ajër. Asnjë reagim institucional. Pamjet nuk kanë shumë nevojë për komente. Ajo që kërkohet është menaxhimi më i mirë dhe rritja e nivelit të ndërgjegjësimit qytetar, që Durrësin mos ta gjejnë pushuesit edhe këtë vit në këtë gjendje.